Në Shqipëri ka ende testamente të pahapura që janë hartuar madje 93 vite më parë. Shpresa Kurti, noterja e cila ka ushtruar këto profesion në 2 sisteme dhe ka trashëguar dhe dokumentacionin e disa noterëve të vjetër, thot për Vision Plus se ka në arkivën e saj testamente që datojnë që nga viti 1930, të cilët vijojnë të jenë të mbyllur. Kam goxha testamente në ruajtje, secili noter ka regjistrin e tij të testamenteve dhe që i mban në ruajtje testamente që janë edhe sekret. Basi personi kur vjen që shpreh vullnetin, është e qartë që ka dhe një sekret në veten e tij që dëshiron t'ia besoj vetëm noterit, i cili pastaj do ketë edhe të drejtën për ta çelur mbas vdekjes së testatorit. Por si çelet ky testament dhe cila është rruga që një interesuar duhet të ndjek? Në momentin që interesuari paraqitet para noterit dhe pretendon që të verifikojë nëse është lënë një testament nga të afërmit e tij, noteri e udhëzon që duhet të sjellë patjetër certifikatën e vdekjes së testatorit, sepse çdo gjë ka lidhje me momentin e vdekjes së tij. Prandaj dhe kur bëhen testamentet vihet edhe data dhe ora për të përcaktuar momentin. Në atë moment lindin të drejtat, por pastaj bëhet çelja dhe vendimi i trashëgimisë testamentare. Noterja Kurti sqaron se megjithse testamenti mund të hapet tani, çelja e trashëgimisë dhe përfituesit përcaktohen me ligjin që ka ekzistuar në kohën kur ka vdekur testamentuesi. Në 1930-ën, gruaja nuk përfitonte trashëgimin nga bashkëshorti. Për të lehtësuar sa më shumë shërbimin e testamentit për qytetarët, dhoma kombëtare e noterisë po harton një regjistër themeltar elektronik. Aty do të jenë të dhënat për të gjithë testamentet, të cilat më pas do të hidhen online dhe akses do të kenë vetëm noterët, që nga 1 shtatori i këtij viti, kompetenca për të çelur trashëgimin i ka kaluar noterëve.